Rap këngëtarja e hitit Who's That Girl, EVE të enjtën brëma performojnë në sallën 1 tetori në Prishtinë, falë kompanisë Powwow Entertainment. Salla kishte filluar të mbushej, e për të bërë edhe më hot, aty ishin Nora e Tuna. EVE erdhi edhe pse pak me vonesë, me këngët dhe atmosferën që ajo krijoi gjithçka u harua. E shoqërueshme dhe shumë e thjeshtë, pas koncertit ajo vazhdoi edhe në after party në Prime Club. E shohim bashkë materialin përgatitur nga kolegja jon Kaltrina Haziri. Dhe pak minuta, kur EVE do të ateronte në aeroport. Koha që parashikoi të arrinte ishte në orën 21:40 minuta. Çdo gjë tashmë ishte gati, sigurimi kishte zënë vendin. Përveç veturës që priste aty, u gjente edhe vetura e ambasadorit anglez, i cili ishte në të njëjtin aeroplan me këngëtarën. Edhe pse me vonesë, alarmi për arritjen e këngëtarës u dha të dilte nga zona VIP. Ani, se ka dalje para, Ani. Por nuk doli të jetë kështu. Modestia e EVE u vërejt që në fillim, ajo së bashku me ekipin e saj kishin zgjedhur të dilnin në pjesën ku tashmë po dilnin udhëtarët të thjeshtë. Dhe më në fund pas gjithë pasagjerëve, u shfaq rap këngëtarja. Ajo viziton për herë të parë Kosovën, ku tregon dhe përshtypjet e para. I'm excited to be here. I didn't know so many people would come in, but hi y'all. How do you think people expect you tonight? I don't know. I hope that people have fun. I want to have fun. I want to try to make people have fun. So hopefully I do a good job. Who's that girl? Me. Thank you very much. You're welcome. Bye-bye. Ha? Me të hipur në vetur, këngëtarja vazhdoi drejt hotelit dhe më pas për të vazhduar drejt sallës 1 tetori. Në anën tjetër, publiku po argëtoheshin në muzikën shqipe. Para grup në këtë koncert, kësaj radhe Powwow kishte sjellur jo reper, por këngëtare. E para që doli të performoj ishte Nora Isrefi. Kur e mora ftesën, tash okej, mase vetë mja themën, deri tash e huja që ka ardhur me performu në Prishtinë. Edhe mu do knajs tash, edhe pse shumë kemi edhe në angazhime tash verore edhe me këngë, që apo di klipe tash treja, po okej tash, për 2-3 këngë s'prish shumë punë. Kështu që mirë. Pas Norës në skenë u shfaq këngëtarja Tuna. Me një dukje seksi, e përcjellur me valltar, Tuna këndoi rreth 3 këngë. Madje ajo performoi për herë të parë para publikut këngën e fundit i asaj, ku edhe këtu nuk ja la keq me lëvizjet e saj provokative. Kisha thonë që jenë pjesë e koreografisë,
Për një kohëve të funit, jem të mundu kohën e lirë që e kam këta marrin me zërë nord koreografisë dhe mundona që me hy pak ma professional edhe punës të vallëzimit, sepse mendoj që është një pjesë shumë e rëndësishme se cilit artist. Nuk munguan edhe fytyra tjera publike. Në këtë koncert, prezent ishte edhe ambasadori Dell, ministri Memli Krasniqi e shumë të tjerë. Në një moment në skenë doli DJ këngëtares IVI, DJ Dallas Green. Për të ndezur publikun, a i lëshoj këngën e Unikatilit, remix në Nballën Shota, të titulluar Mos shaj mas shpine. Pas një pritje të gjatë, më në fund, IVI po hipte shkallët e sallës Një Tetori. Me një dukje të veçantë, ende pa dalë në skenë, rap këngëtarja përshëndeti publikun që nga backstage. Fillimisht, IVI startoi me një reptur që bëri atmosferën ende më të nxehtë. Nuk munguan edhe këngët hitet, si Gangsta Lovin', Let Me Blow Your Mind e të tjerë. Por kënga që bëri publikun të shmendet ishte superhiti Who's That Girl. Y'all ready? What's the question? Who's that girl? Who's that girl? I said, who's that girl? Yeah! Let's go! Yeah! Come on! Yeah! They wanna know. Para përfundimit të performancës, IVI i bëri ftesë publikut t'i bashkohen në skenë. Ato që dominuan ishin femrat, duke treguar këngëtarës që edhe shqiptare din të kërcejnë. Now, if you're not on stage, do me a favor. Put your right hand up in the air right high. Real high, put your right hand up. Right hands up, right hands up. Now, this is what we do. You got to shake it. Performanca zgjati rreth 50 minuta. Si të gjithë reperët e mëparshëm, edhe IVI u tregua shumë e afërt me publikun. Si duket, në këtë koncert pati përfitime për të gjithë.